طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, pas falënderimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, përshëndetje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu i falenderojmë vllazit tonë, më konkretisht vllahun Murat, i cili u bë sebeb, edhe gjithë atyre që kanë kontribuar në këtë mejlis të hajrit inshallah taala, që shkruan hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam që kush nuk i falenderon njerëzit, se falenderon as Allahun subhanahu wa taala. Ajo çfarë sonte kam përzgjedhur ka të bëjë me shtyllën e dytë të islamit. Shtylla e dytë e islamit që është shumë e rëndësishme, apo pas shahadetit. Na gjithë jemi muslimanë, elhamdulillah. Në përgjithësi popullata kosovare janë muslimane. Dhe elhamdulillah gjatë kohës Ramazanit muslimanët agjerojnë, po fatkeqësisht nuk po falin namaz. Apo andaj duhet me pas shumë kujdes në çështjen e namazit, sepse namazi është shtylla e dinit islam. Ditën e gjykimit, një prej çështjeve më madhore edhe pyetjeve kryesore prej të parave ka me qenë namazi. Nëse një person namazin e ka në rregull, ato gjëra tjera pas namazit që kanë malit. Po e kundërta është nëse një person nuk fal namaz, vaj halli për ta. Nëse shkon pa namaz, është shumë rrezik. Është shumë rrezik çështja e tij. Mirë, pa ata personat të cilët falin namaz, walillahi alhamd, alhamdulillah. Ja ka mundsu Allahu subhanahu wa taala me fal namazin. Ky namaz, ku është mirë mu falë vllazni, pikrisht në këto vende, në këto objekte që ju e një bo sebet mi bo. Edhe këto objekte në vendet jo muslimane, në vendet jo islame, janë prej vendeve apo prej objekteve kryesore të mos asimilimit juve. Dynja ju ka vllazni, vallaj dynja ju ka. Nuk ka veç këto, dhe neve atje. Kush na mbron çto objekte? Që ky vllaznillëk në mes jush. Pejgamberi alayhi salatu wasalam jo rastisht ka thonë që mi lidh safat, komën me komën, shokun me shokun me bo, mi lidh safat, mi afru komt, sepse thot po shoh shejtanin në mesin e jush. Subhanallah, mesin e jush po e shon xhami, mrena. Nëse ju thot unë shoh nga prapa, apo nëse ju nuk i bashkoni ose nuk i bashkoni safat, ose këmbët, do më thonë edhe kryet, ose Allahu subhanahu wa ta'ala kam ja ndryshu zemrat, kam ju shti fitnë në mesin e jush. Qyshbe edhe në gjamia, po vëllë edhe në gjami. Edhe në gjami. Gjithë kon hinë shejtani. Mirë po, e she robin se sa ojtë devotshëm. Dhe për atë arsye, këto gjami du të më mbush vllazni, prej atyre besimtarëve që falen. Mos milion bosh këto gjamit. Sepse ka hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam shumë të rrezikshme, që ne i lojmë ashtu që janë kërcënuese hadithet. Ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, kushdo që e dëgjon ezanin, nuk i përgjigjet, thot s'ka namaz. Nuk po themi që si pranohet namazi në shtëpi me fal, po themi merr gjuna, nëse nuk shkon me fal me xhamat. E sonte do ta trajtojmë çështjen e namazit, sidomos na që jemi frekuentues xhamiave. Timi më shumë ta forcojmë unitetin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Namazi, siç thanë vllazni, është shtylla e dytë e islamit, një adhurim madhor. Adhurim madhor i shtyllave të islamit pas dëshmisë së islamit. Ndërsa namazi me xhamat, çfarë është? Është simbol. Është shenjë e fesë. Është shenjë e fesë që tregon atë xhamatin e muslimanëve. Pastaj thot çka prej simboleve të islamit edhe e gjallëron një ummetin. A keni vërejt për shembull vllazni, çfarë kënaqësi e syrit është kur i shohim në namazin e Bajramit vllazni që falen. Gjafaj millet, kënaqësi e madhe. Kur ta shihni për shembull gjafaj millet to e fal. Subhanallah, nuk ka komandant në dynjë. Komandant në dynjë nuk ka që për 2-3 sekonda mi bot një të moment rresht për një që thaj. S'ka mësi. Për namaz, në momentin kur thot imami Allahu Ekber,
Resht për një, po themi bon. Kret njësaj, subhanallah. Qëfar discipline madhe ka feja jonë islame. Pastaj thot i bashkon zemrat edhe e forcon bashkësinë e juaj. Ne nuk bëjmë darjen mes shqiptarëve, arabëve, turqëve, bosnjakëve. Feja është e të gjithëve. Apo? Por se ju që jeni këtu, duhet me dhonë përparësi xhamatit juaj. Alhamdulillah, ka dhe xhami tjera, në nuk përthemi që s'ka. Mirë po duhet me dhonë përparësi xhamatit juaj. Po dikush mundet me thonë që me shku te një xhami tjetër që ka xhamat më shumë se sevapi është më i madh. Po, dhe unë pajtohem, kështu që hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo dietarët kanë komentuar, kanë thonë që në një xhamat ku ka më shumë sevapi është më i madh. Këtë në rregull është. Po nëse që kjo bëhet se be vllazni mu mshil një xhami tjetër e juja e me shku te xhami tjera, çka i bjerë kjo mesele tash? Edhe nëse një del në sabah namazin, se zakonisht edhe në Kosovë problem namazin sabahut. Nëse edhe një del në qëtë xhami, le ta mon xhamin qel. Le ta mon xhamin qel. Thjesht me vazhdu. A e dini vllazni që ka me pas pejgamber të Allahut Azza wa Jall, që në ditën e gjykimit ka me pas veç një pasus. Pejgamberi Allahut, Allahu Akbar. Pejgamberi Allahut. I dërgumi Allahut. Njo, mas veti. Kush ka me pas mas shumë pasus? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj, kur mosu dembelosni, apo kur mosu pesimizoni, Allah pak xhamat, çka me bota, çysh më ja bo? Vazhdoni me ta vetë. E rëndësishme është kualiteti. Na nuk po libim kuantitet. Kualitet me pas. Një pejgamberi Allahut, këtë dynjon e ka bo më përhap dinjiti. Një person i hajrit më konë qëtë xhami, që është i devotshëm, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, brez pas brezi e përhap fejnë Allahut azza wa jall. Dhe çka lypet prej neve? Vetë sinqeriteti. Sinqeriteti edhe pasimi sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Janë dy kushte që Allah subhanahu wa taala nuk ta pranon veprën pa këto dy kushte. E para është sinqeriteti, ikhlasi. Me pas për hir të Allahut azza wa jall, edhe e dyta me shku sipas pasimit të rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët e Islamit vllazni kanë rënë dakord që namazi me xhamat është obligim. Namazi me xhamat është obligim. Ju mundi me gjetë, dhe ka dhe dietar me thebet të saktora që thënë është sunet. Apo, mirë po nëse i mlidh një argumentet krejt, del që namazi me xhamat është obligim, wajib. Bukur. Nëse është obligim, kushdo që se fale një në zonin, kushdo që se fale, çka i bjerë me marë? Gjuna. Me marë gjuna. Warkau me arrakiin. Binin ruku me ata që bin ruku, për thotë Allah në Kur'an. Xhamat. Tjetra gjo, Allah subhanahu wa ta'ala nuk u kalon muslimanëve edhe në kohën e luftës namazin me xhamat. Allahu Akbar. Përpara armikun e ka, muslimani duhet më falë me xhamat. Në YouTube e këqyrë në veç namazi frikës, namazi në kohën e luftës, safi par rinë kom, safi dytë bjenë sejdë, safi par pastaj ngritet në kom, safi dytë bjenë sejdë. Nuk e ka leju edhe përball armikut mu largu prej namazit me xhamat. A kish mujt Muhamedi alayhi salatu wasalam apo Allahu në Kur'an me potencu, se cili le ta fal një ka një fal ne, se armikun e kemi përpara. Jo. Xhamatin e ka po xhamatin. Al jama'atu rahma wal furqatu adhab. Xhamati është rahmet. Mëshirë për Allahut azza wa jall. Përçarja adhab dënim është. Nëse përçarja vjen, është si pasoj që Allah azza wa jall po do me spërvu, po do me dur mirë për ato që shtin përçarje. Shikni sytë në dosene, vllazni. Hekni epshet prej zemrës. Vetëm e vetëm që mu bashku. Nuk po themi mu bashku në të kotën. Asesi. Po disa gjëra të udhëheqësisë së sendeve të vogla ku e diune, nuk bën mu përshat xhamati.
Sepse kujt i shkaktojmë dom vetës. Vlera dhe rëndësia namazit me xhamat, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi individual me 27 herë. Nëse fal në shtëpi, e ki veç borxhin e kry. Këtu e ki sevapin 27 herë, subhanallah. 27 herë ma shumë. E me shku në qave, sa e ki 100.000. Në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam 1.000. Sevape, para mëna. 5 herë në bitë qabe më falë, 500.000 namaze. Allahu Akbar. Ta një jetën më falë, ti su një banë qaqë. Tjetra, 5 herë në ditë ti kime falë aty namaz gjenazës. E kime pi ujë zemzemi. Wallahi, kushdo që ka shku në qabe, umre me kry, apo haqilëkin me e kry, kur të këthejt e shese një lejtë qëtësie e merë, subhanallah. Unë ishe talebet kur vim për Medina, sa kemi pa çfarë lloj qetësie ka, çfarë lloj nuri në fytyrën e tyre ka, sepse nuk janë të ekspozuar gjunave. 5 herë në ditë e fal në qabe 500.000 namaze. Pastaj sevapi që është sikur një kodre e Uhudit, është mja fal namazin e xhenazës, apo? Shpërblime si një kodre e Uhudit. 5 herë në ditë. Plus ujë zemzem, pastrohesh e pastrohesh. Me të vërtet Allah subhanahu wa taala thot innal hasanati yudhibna sayyiat. Me të vërtet veprat e mira ti fshin të këqijat. Na jemi gjunahçar vllazni, na bëjmë gjunahe, rrejmë që na nuk bëjmë gjunahe. Po më i miri për jush është ai i cili pendohet tek Allah subhanahu wa taala. Ai person i cili bën gjuna, pendohet është sikur mos më bëj gjuna tek Allah subhanahu wa taala. 6 orë ngrit lapsin kë. Mos vall robi po pendohet, subhanallah. Bën gjinojnë si a shkruan me laqja. Mëshirë për Allahut. Po edhe nëse e shkruan mas 6 ore, prap Allah azza wa jall ja lejon me laqjes me fshin. Gjinojnë. Mëshira ime e ka te i kalu hidhrimin tim, thot Allah azza wa jall në hadithin Kutsi. Kish problemi madh është edhe një nxitje fuqishme për besimtarin që gjithmonë të jetë në saf me besimtarët, me vëllezërin e tij. Allah azza wa jall thot në shtëpitë që Allah ka lejuar të lartësohen dhe të përmend emrin e tij, po ashtu dietarët thonë se prej lartësimit të shtëpive të Allahut është edhe grumbullimi i besimtarëve dhe falja namazit me xhamat, Ndërsa sunetet, nafilet, prej sunetit është mi fal në shtëpi. Po jemi në puna, nuk kemi mundësi tash me fal sunetet në shtëpi, me shku në shtëpi ose me shku në xhami, atëherë fali edhe në xhami, nuk ka problem, nuk ka ndalesë me fal sunetet edhe në xhami. Po ashtu namazi më i rënd, ka thonë vllazni, për munafikat, më i rëndi për munafikat. Cili është? I sabajt dhe jacis. Thot, sikur ta dinin shpërblimin që ka në të, do të vinin zvaritur. Allahu Akbar. Zvaritur do të vinin në xhami. Dhe më thonë për tukë, kështu, do të vinin në xhami. Nëse ti vëlla musliman, a krahasohesh ti me një dverbër, ku Muhamedi a.s. një personi i verbër i tha ja Resulallah, unë jam i verbër. Edhe i tha, a më liron që mos më dalë në xhami? I verbër, Allah, i verbër. Që të verbërin, apo njeriu me aftësi të kufizuar do të më pru dikush. Se s'u vjen vet. Muhamedi a.s. një herë la. Njeri tha po. Sa vazhdoj me ec, tha a pe dëgjon ezanën? Tha po, përgjigju. Allahu Akbar. Përgjigju të verbërit. Ku jemi na? Allah na falt. Ku jemi na? Transmetim tjetër thot, ai ka dashur, po ashtu Muhamedi a.s. se disa hadithe e mirë të kërcënuese ka pas raste ku Muhamedi a.s. ju ka thonë, thot, ka dashur, çfarë ka thonë ata që s'dalin në xhamia, aleikum salam wa barakatuh. Mja u djek shtëpijat, rond kjo, apo ne nuk po themi tash që këtu duhet mja u djek shtëpijat. Po don me tregu Muhamedi a.s. sa çështje e madhe është dalja e namazit me xhamat. Kur muslimanët falen krah për krah, rresht pas rreshti, ato i bashkojnë zemrat. A keni vërejt kur muslimanët bashkohen në saf dhe i bashkojnë femrat dhe këto krikt
e ka një lloj afërsie dhe sigurie në mesin e xhamatit, mesin e vllaznive. Shtohet dashnia për hir të Allahut subhanahu wa taala. Se vetë Resuli alayhi salatu wasallam ka thonë, bashkojeni. Jo njëri aty, tjetri aty, ku e diuna, nuk i bashkojnë safat. Alhamdulillah, në perëndim, krahasu me Kosovën me neve, ju disa sunete jeni ma mirë se të na në xhamati. I keni marrë ma filtrume kështu. Të na ka ma shumë bidate. Sështë të na ka ma shumë pleq, ku e diune, dhe më thonë, atë traditën e moqme, disa sene. Alhamdulillah të ju, ma mirë shkojnë. Për deri sa ju, alhamdulillah, jeni pasu sunetit, atëre kjo është prej gjërave më dhore që duhet me praktiku sunetin e Muhammedit a.s. Po ashtu namazi me xhamat është edukim dhe disiplin, e mëson besimtarin rregullin, disiplinën, bindjen e lidhshme ndaj udhëhecit, imamit, apo imami kur thot Allahu Akbar, mas imamit, pastaj thot respektin rendin dhe prezantimin e rregullt në adhurim. Kjo formson edhe e bën personalitetin islam. Në namazin me bereqet, po ashtu thot ka bereqet. Thot pejgamberi a.s. dora e Allahut është mbi xhamatin. Mos harroni vëllazëri, se një person, një musliman, kur largohet prej kopjes, delja, kush janë? Janë ujku. Nëse është brenda kopjes, e ka qenin aty, ujku nuk mundet me sulmu ata. Kur jeni ju bashkë gjithë, e ka ma larg, ma vështirë shejtani më ju sulmu. Se cili prej nesh e kemi një gjinë karin që quhet gjini përcjellës, që na cyt tankohen. Po edhe shejatinë të tjerë që i ndihmojnë këtij gjini përcjellës për me të shtinë e bo gjunohe. Andaj neve na duhet xhamati. Dhe dora e Allahut është mbi çka? Mbi xhamatin, kur besimtarët bashkohen me ta zbret mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe largohen shejatinët. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, ka me lajqe të posaçme. Allahu subhanahu wa taala juve gjithve u a dënë të mirën që ju ka pru qëtu me ngu një ajet dhe një hadith. Ka me lajqe të posaçme vllazni, që shikojnë ku po përmendet Allah azza wa jall. Sillen, këqyrin dhe e gjojnë një vend. Bëhen pal deri tek Allahu azza wa jall. Edhe i thënë, qa po mëjnë ropë dhe mi, po të përmendin të jarab. Shën mëshirë Allahu. Edhe i falë Allahu atë me gjlisë. Bile edhe nëse na i njo prej nesh këtu, se ka pos njetë, ka pritu, po dikush i ka thonë, hajde se po vi për hatër tondin. Allah azza wa jall edhe ato e përfshin me mëshirë, me falje. E falë edhe ato e falë. Pse? Sepse është bashkësi. Dhe mira ku të vjen, i kop të mirët këqit mrena. Po dhe keqja kur të vjen, kur të bëhet gjunoj me një vend, edhe të mirën e kop. Edhe jo rasisht Muhamedi alayhi salatu wasallam çfarë thot? Thot kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos ulet me një tavolinë ku pihet alkooli. Bukur, jo, Allah unë s'po pi alkool, unë po pi ujë. Ai le pina, ka për vite, ka ja, kop dënimi edhe ty. Një ta gjo dhe mirja këtu të kop, të mirën e të keqin në xhami, i përfshin mëshira. Pastaj thot Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë, Abdullah ibn Mesudi, shejtani thot është ma afër njeriut kur është vetëm, ndërsa larg është me dy veta. Për udhtim, a dini çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Një udhëtar thot është shejtan. Dy udhëtar, dy shejtana. Tre udhëtar, udhëtari. Domethënë veç raste specifike, ku nuk ki mundësi ndryshe, udhëton vetëm, është e lejuar, nuk është haram. Mirë, po ku të shkon një grup, është më mirë. E ki më larg shejtanin, apo dhe pastaj e bëni një udhëheqës rrugës, që i binden ati në gjëra që është e nevojshme. Këtu po e potencoj, se na muslimat fatkeqësi shqiptar po flasim, turqit nuk e kanë këtë problem. Turqit bile te i kalojnë atë bindjen ndaj udhëheqësit, ndaj hierarkisë. Na shqiptar se ngojmë hierarkinë, se kemi traditë ngu hierarkinë. Udhëheqësi i xhamis, tash ka qellu Murati këto karshifë do të më thotë. Kushdo që është udhëheqës, kushdo që caktohet udhëheqës, sipas dinit islam duhet një bind në ato gjëra që është e lejuar. Po bukur, dikush mundet më thonë, jo i kënaqem, se na njerëzim i gabojnë. Atëherë
e shtron çështjen tek udhëheqësia, tek këshilltarët. Unë që të mendim e kom për që të xhami mi bosen, po mendoj që kjo është më e hajrit. Atë çka bën udhëheqësia, i mbledh këshilltarët udhëheqësia edhe thot, filon xhamatliu e ka hedh një ide të mirë, ata bëjnë po e bëjmë. Po jo s'pe bëjmë se na po menojmë pak më larg, ti si xhamatli e ke hik përgjegjësi tek Allahu Azza wa Jall. Përgjegjësia i mbetet kujt? Ai ka më dhënë llogari tek Allahu Azza wa Jall, që se ka qenë në vend një çështje e cila është e mirë. Nuk kone keqe, ndoshta ti po menon që është mirë, a realisht nuk është e mirë, prap përgjegjësia i bie udhëheqësisë. Dhe kanë thonë ulemaja, tash po dalim pak më lart. Ma mirë është një udhëheqës zullumçar, 70 vjet më konë, se një ditë anarki me pas. Pse? Se anarki kur ka, nuk dihet sa po shkon të shone. Po, anarki është sistem salamadi, s'dihet kon kush pe vrat. Del për jashtë të vrasin, të vjedhin, të dhunojnë, këtë anarki, s'ka hierarki, s'ka udhëheq, s'ka sistem, s'ka kurrë hiç. A pe kupton? Si përpara për shembull që kanë jetu me fise, me principata, me kodi, edhe atëherë kanë pas një lloj hierarkie. Në thjesht nuk din hiç sa po shkon, s'din kon me lajmëru për me të ndihmu. Kur ços din hiç, si dalish friksohesh, vrasin njerëzit. E kanë thonë ulemaja, ma mirë është një udhëheqës, zullumçar më ka, që udhëheq me zullum, se sa kanë thonë një ditë më ka në anarki. Se bot trazire madhe, vrasje të mdhaja bohen. Tash po dalim në rendin jashtë xhamis, po dhe xhamia dhe shtëpia është një lloj ministeti. Nëse shteti e ka Ministrinë e Punëve të Jashtme të Brendshme, edhe shtëpia e ka Ministrinë e Punëve të Brendshme, kënë e ka vallallaj bajgit fuqishëm. Gruan e ka, apo? Ministrinë e Punëve të Brendshme, apo këshilltarën e fuqishme. Më thonë, është një lloj ministeti, apo? Pastaj thot, si që tham, erdi të hadithi i verbri, erdi të pejgamberi alayhi salam, dhe i tha, e pyti për lejimin e mungesën në xhamat, i dërguar Allahut i tha, a e dëgjon ezanën? Thot po, përgjigje. Nëse të verbrit, si që tham, nuk pja lejon Muhamedi alayhi salam, ku je ti vllaja, mos më dalin në xhami? E sidomos këto vende. Ju jeni që e zbukuroni. Subhanallahu më kallëzun që këta udhëheqësit Allah i shpërblet me të mira, që ju keni ble xhamin. Dhe me sile o me bli gjato pare, subhanallah, gjato mjeroj. Unë im konë edhe në Belgjike, im konë edhe në Suedi, shkoj pak ma shpesh, në Itali im konë, Suedi për shamë, dhe në do vllaznit të Kosovës. Atje pa unë qira. Ju s'paku për qira se një të lirum. Kjo mirësi e madhe. Para më qiraja pa ujsh 10 vjet, 20 vjet, prap du të me lonë. Këtë ato pare të shkej. Ndërsa ju e keni, është e juja tash. Për atë arsye, se cili, ma ato mundësit e veta, le të bënë davet. Nuk duhet mi alon veç o gjallarve davetin. Ku e në fuseku ahlikum nara, luni vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri. Nëse unë jem namazdik qyre grujan, se kima përgjegjë për Allah, për gruan, për fëmijët e tu, ku po të shkon fëmija, ku po të shkon gruja, qa po bën? Pastaj dil në gjeti, të këfarefisi, ka të ka dole, shton e gjematin, elhamdulillah, ka dhe kurse shqip këtu, që mësot. Vazni, kur të mësot gjua shqipe, ti e runat kulturën tonde. Se lidhët, shumë dërlidhët çështja e gjuhës. Gjua e lidhë me kulturën tonde. Se hupni gjuhën, se hupni edhe islamin një kësisht pastaj. Është normale ajo. Po e hupët gjuhën ju. E hupët pastaj edhe kulturën e juj. Një kësisht edhe fejnë e hupni. Pastaj, se lidhën ato njëra me tjetrën. Përfitimet e namazit me xhamat është se merr shpërblim të shumë fishuar. 27, si shta, 25 me një hadith ka, forcon lidhen me xhamin. Nëse një person, ape dinin ditën e gjykimit vllazni 7 grupe njerëzish, që Allah azza wa jalla, a dinë për çfarë të merri është në ditën e gjykimit, na dhe gjatë verës nëse dalin 5 minuta, 10 minuta, është një nxiti madh, sikur po do me tra dillin kry, edhe nuk mundesh me bajt, ndërsa ditën e gjykimit ka më të afru dilli, edhe në të momente Allah subhanahu wa ta'ala me të fut ty në atë grupin, 7 grupe që janë e dini hadithin, me kriju një hije
vetëm për grupin tënd, për ty dhe grupin tënd. Kush është ai grup? Ai grup që zemra e tij është lidh për xhamin. Zemra e tij është lidh për xhamin. E ti në qatë grup kime qenë inshallah ta'ala. Pastaj thot e forcon lidhjen me vllaznit, e mëson vlerën e kohës, e mbron nga dembelizmi. Pse e mëson vlerën e kohës? Se i përpikt në orar fiks. Pastaj e hek dembelin, e ruan nga mungesa në adhurim, e largon shejtanin, e forcon identitetin islam, e kështu me radhë. Dhe mos harroni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thot, kush shkon në xhami thot në mëngjes e pasdite, Allahu thot ja përgatit një vend në xhennet për çdo herë që shkon. Për çdo herë që shkon. Ebu Derdaja radiallahu anhu ka thënë se pejgamberi sa ka thënë, nuk ka 3 persona, nuk ka 3 persona në një qytet kur nuk thirret ezani dhe namazi me xhamat nuk zbatohet aty. Kjo vlen sidomos për juve. Se na unë i prizeni, jam për 1400 xhamia na i kemi. S'ka vend që nuk njihet ezanit e na. S'ka hiç. Mos sabah ku të qohesh, thush je në Mekë. Thuj je në Istanbul. Çaq do të thon ka shumë xhamia. Thot çka nuk ka 3 persona në një qytet ku thirret ezani, nuk thirret. Dhe namazi me xhamat nuk zbatohet. Vetë se shejtani do t'i mbizotroj. Frikë e madhe. 3 veta më konë për muslimanve. Nëse me një vend. Nuk thirë ezani, ose edhe nuk bënd namazi me xhamat, vetë se ata i kam mbizotru shejtani. E nëse të mbizotron shejtani, edhe vaj halli për ty, vloja. Vaj halli për ty. Nuk i ndim pastaj. Kur të mbizotron shejtani, nuk mundesh me të i kalu këtë sulm shejtanit. Thot, kështu që ju duhet të ngjiteni për xhamatin, nga që ujku e merë, thot, të humburin. Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë, kam parë vetet tona kur asnjëri prej nesh nuk mungonte në namazet me xhamat, përveç një hipokriti, thot, hipokrizia të cilit ishte i njohur. Subhanallah, ata kanë qenë shumë të përpikt, Allahu akbar. Na sun bo si ta. Ata subhanallah, nëse e kanë pa një person që s'del në xhami, kanë dyshuar islamin e tyre. Subhanallah. Alhamdulillah, dietarët i kanë komentuar, pastaj nuk kanë thonë që është munafik në atë kontekstin. Atëherë ka qenë tradit që munafikat s'kan dalë në xhami. Po kupton? Tash na s'mund të thonë që janë munafika besimtar që na herë dalin, na herë s'dalin, na si themi që janë munafika. Alhamdulillah që dietarët, për shembull, a ka pas mundësi në kohën e pejgamberit alayhis salam me thonë dikush je musliman apo mos e fal namaz? S'ka pas mundësi. Ata që kanë fal namaz janë kon musliman, ata që s'kan fal janë kon mushrik, apo? Mirë po, ka hadithet pejgamberit alayhis salam që na trajton këtë meselë, pastaj dietarët gjenerat pas gjenerate imani u dobësu sal, kanë thonë që personi që s'fal namaz është gjunaqtar shumë i madh, disa dhe e kanë qit krepi pi dinit që se kemi atë mendim, kanë thonë që gjunaqtar i madh ai person është që nuk e fal namazin. Ibn Mesud, Abu Musa al-Ash'ari, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abu Huraira, Aisha radiyallahu anha dhe Ibn Abbas kanë thënë, kushdo që dëgjon thirrjen për në namaz dhe nuk i përgjigjet, për të s'do të ketë namaz, përveç nëse ka arsye tim të vlefshëm. Fjalë e rëndësishme. Apo kushdo që e dëgjon ezanin dhe nuk i përgjigjet, thotë s'ka namaz. Ulemaja pastaj kanë komentuar me hadithin që kushdo që nuk i përgjigjet, domethënë namazi më i vlefshëm 27 sevape, nëse e fal në shtëpi ka 1 sevap. Kanë thonë që namazi pranohet, po ki gjuna që si ju ka i përgjigj ezanit. Domethënë me dal në xhami kur normalisht është e mundur, kur si në puna, po kur je ndodhtim të ki arsyetim tek Allahu azza wa jall. Na po flasim një në shtëpi, hajtë s'pe fali në xhami. Kjo është ajo meselja. Kur ki arsyetim është diçka tjetër pastaj. El-Baghawi shkruan në Sharh as-Sunnah, më shumë se 1 sahab kanë qenë të mendimit se kushdo që dëgjon thirrjen dhe nuk përgjigjet, s'do të ketë namaz. Në këtë kontekst po themi. Ata Ibn Rabaha ka thënë s'ka arsyetim për asnjëri të krijuar nga Allahu në një qytet apo fshat që të mos marr pjesë nëse ai dëgjon thirrjen për namaz. Domethënë çështja nuk është hajgare, vëllazni. Çështja nuk është hajgare. Na bile si musliman që jemi si besimtar, mi zbukuru xhamiat me namaz, me namazin me xhamat. Pastaj këtë zbukurim mi ja transmetu edhe të tjerëve. Në kohën, sidomos në kohën e Ramazanit, na shumë me botavat. Shqiptarët zakonisht agjerojnë, një pjesë agjerojnë. Për shembull në për fshatra
agjerojnë gratë, burrat agjerojnë, në qytete edhe burrat e gratë, ka gjatë dhe më thonë që agjerojnë. Mos përhap një fetfal mesin e gjematit, një thonë ti mos agjeros se së pranohet agjerimi. Që ka një pjesë ulemave që thonë, kushdo që s'fal namaz nuk i pranohet namaz, mos ju thoni, let agjeronaj. Agjerimi let jetë sebeb ai që mu këthim din të Allahut. Thuj, elhamdulillah që po agjeron. Hajde, isi edhe namazit, hajde një teravi, hajde një gjumo, kada ka dale. Zemrat zbutën në kohën e Ramazanit. Pse zbutën? Pejgamberi s.a.s. ka thonë që për Ramazanit qilën dyrët e mshirës, gjennetit, mbyllën gjehnemit. Edhe qka? Prangosën kush? Gjinët shejatin. Turqit ju thënë azgën gjinler. Gjinë azgona. Gjinë që bëjnë shërë. E qëta prangosën. E nëse prangosën qëta shejatin që i bën vezvese njerëzve, edhe krime që i bën njerëzve, shfrytëzoj e rastin të një afru. Thire me një iftar. Thuja një fjallë. Mos u bo shumë i mundimshëm të ankon me lodh, po lëshoja një fjallë. Leje. Bovaki pas 10 vjetë, i kujtohet ajo fjallë. I ndodh një sprova ti, i kujtohet fjallë e jote që ja këthonë ma herët. Thuje ti për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Me lena Allah të azvajal, her do kur, ki me pas problem. Sepse vllazni, kushdo që e sheni të keqe, nëse nuk flet kundër të keqes, me gjitha të kushtet e saja, nuk po themi vllazni që me fol, me paralemru kundër të keqes në mënyrë të vrasht. Mënyra vrasht e largon njeriu. A i dini rastin ati personi që ke jo musliman, që ke jo musliman, edhe qka buni? Hini në gjami, më falë në shprejje dhe me thonë në qoshën e gjamis, qka buni? Urinaj. Subhanallah. Veç paramenon e vllazni, në arë një person edhe që ati me urinu. Urinaj. Hygjëm sahabët, me sulmu, me nalë. Pejgamberi sa në bishka e tha? Tha nalë, mëse nalë, le ta kry. E kryti nevojen. Edhe, i tha, still me këtu, tha, mërë një bokal uj, pa thejni, në të zhargonin dhe sot që në bokal, edhe pastrona aty, edhe e thiri ato. O ti, filan, tha, a din qëfar veni është kjo? Tha, jo. Ku po dinaj? Tha, na falim namaz këtu, e adhurojmë Allahum, lexojmë Kur'an, gjitha këtu senet i bëj. Ha, tha, se kum dit. Sahabit hygjëm me reja ato, po themi. A di shka tha? O Allah, tha, më shirej Muhammedin edhe mu, këta tjertë jo. Pëse këta tjertë, gati sa musulmun. Shekh Uthimini rahimahullahu ta'ala për një hadith i nxjerr dobi. Thot, dobia e parë, thot, sikur thot, ta kishim ndalu na, a i tha nga friga, tha, tu ik, nuk ishte mbyllur edhe ja kishmi pa avretin, apo? Organin, e kishmi pa. E dyta, e kish stërpi kret xhamin. Se normalisht pak do të më nalë deri sa ta si. Dhe e treta, ndoshta ishim bo sebeb që mi shkaktu ndo një smundje kur e ndërpret për njëherë nevojen. Qër 3 dobi ka nxerë për një haldipe, Allahu Ekber. Mirë po Muadh ibn Gjebelit, Muhamedi a.s. i tha, o fitnegji, tha, sahabijut, qërë tash. Muhamedi a.s. ndaj beduinit, u sjell mënyrën më të mirë, ndaj shokut vet që e dinte halalin dhe haramin më së miri, tha je fitnegjiti ja. Pse i tha? Ja u zgat me ke namazin ky. Për shembull për drejt ti me zori ki gjetë kohën për marr për drejt. Shefi ti ke thonë veç 5 minuta, 10 minuta pe kry, ai tipi del gjysore ta zgat namazin, ta lexon surën Bekara aty ku me di çka. Ka dal vëlla. Edhe u anku xhamati te Muhamedi a.s. Edhe qka i tha Muhamedi a.s. O Muadh, tha, a je prishemenështja, a je fitnegjitja, pse pja u zgot namazin, a i namazin, subhanallah, po i tha fitnegji. Mos ja zgat namazin, kur e falë synetin, na finin sa dur zgate.
Rasti tjetër është konkret është me Muson dhe Harunin alayhis salam. Musoi e la në kohën e Bene Israilëve, e la Harunin, që e la? E la popullin për mi udhëzu. Shkoj shpallin me marë Musai, kur u kthy, i po që populli Bene Israil janë nisën viqin me adhuru. Atër njërë të ashpër Musa a.s. e kapi për floksh edhe për mjekre. Ashpër. Që është pejgamberi Allah të dhe ashpër musjela? Ka raste, kër një person i ka 15-20 vjetë në islam, ati shumë malitun i thëmë, ki frikë Allahun, që a i të bo? Së më mora, a i filestare që i thëmë, ani, s'ka problem, vazhdo, hajde në gjami, hajde se Allah o falës është. A pe kuptoni që është ajo narrativa ndaj personave të ndryshëm. Që kë 15-20 vjetë që falë namaz, nuk ki frikë që e le namazin, apo që del pifis, po që kë filestare që është, për që të rëzik. Një fjali jutja, vlazni, mën me largu pifis. Allah i po borë se bep. A disa kohë një psikologjike sa ka shikimi i por i personit. Kur s'të ka pas, po të mje. Për herë të por nëse jash e veç e këqyrë. Qish po reflekton? Si të reflekton mirë, veç ja morë e zemrën. Një qështje tjetër ulemoja kanë thonë, nëse dëni me ditë mysafiri apo dënë kur t'i shkon një shpe, a di që kanë thonë, si ta qelë derën veç drejtoja sytë, në synë majet syve. Edhe këqyre që farë po banë. E vrinë apo dënë mysafir, as po dënë. Allahu akbar. E vrinë për njëherë. A i mande mundohet më bo aktor, ama e vrinë fillim. Kjo është fejë Allah subhanahu wa ta'ala. Allah është përbleft, Allah ju forcoft në këtë din madhështor, jeni duke përfatsu një din të madh të Allah të azza wa jall. Inna dina inda Allahi l'Islam. Wallahi nëse ju bashkë me mu qëto nuk vazhdojmë me majtë këtë fej, Allahu në Kur'an ka thonë që ka me sjell një popull tjetër e neve dalim për fes, nëse, po thonë, apo, nëse na dalim për fes, nuk e mbrojmë këtë din, Allah e sjell një popull tjetër që të sundon ty. Unë i thamë shpesh në Kosovë vllaznive, nëse na nuk e majmë fejnë që atje, wallahi ka me të apru Gjermanin musliman, aty ka me të sundu. Ka me të apru Italianin musliman, ka me të apru Amerikanin musliman. Pse se s'ja ki ditë vlerën islamit ti? Nuk ja ki ditë vlerën islamit. Andaj, edhe ju muslimant këtu, duhet përderisa juve ju kanë dhonë disa të drejta, Allah i shpërbleft me të mira, gjithë ata, që japin drejta, po qoftë edhe për muslimanve, kush nuk i falenderon njerëzit, se falenderon as Allahun azza wa jall, përderisa ju kanë dhonë disa drejta me bo mesgjide, xhamia, sen, shfrytëzoni atë sa keni mundësi, me të mirat, edhe këthenja me të mirë, edhe jo muslimanve, çështjen që ju më bo shembull për ta, e jo më bo njerëzit më të këqi musliman, bre subhanallah, shkon disa vende në Evropë, disa lagje, njerëzit më të këqi aty musliman, po themi çështjet e dynjos, se në çështjet e imanit e kufrit është diçka tjetër atje, sa do që je i keq ti në çështjet e dynjos, nëse e ki tauhidin dhe nuk ki shirk, prapë të kalloje më i mirë. Diskutohet aja. Po flasim në aspektin e dynjos, na du të më po shembull për jo muslimanët. Nëse ti ke qenë në kohën më të vështirë, ke ikë prej kohës ish Jugosllavisë, apo ku e dione, këtu ti ka qelë dyrt, po vesh, sillu mirë. Sillu mirë. A di çfarë thotë Sheikhu Themini rahimahullahu ta'ala. Këta që bëjnë shpërthime vetvrase në për vendet e Evropës. Thot, kushdo prej muslimanëve që bën shpërthime në për metro, në për sene që kemi pa, thot, kjo është tradhtar. Sheikhu Themini e thot këto. Pse? Këta ka qelë derën, ti po vish tu në konak, edhe ti po bësh sulm vetë vras tu, a? Kjo është marra, vidi. Muslimani këto nuk e bën. Muslimani këto nuk e bën. Po jo, kemi presione se në leje, mos rret. Se kjo obligimin e të. Aja ka kulturën e vetë. Donë me ne të rinjë, donë me ne të këthesh në ndonën. Jo më që me bo shërë me bo shërë në këtë muslimanve pastaj. Andaj, shfrytëzoni ato të mirat, që ju ka mundësu me i bo, mbush një gjamiat që i keni bo vetë, elhamdulillah, forcojeni, për hap në dinin Allah të zëgjer njërën më të mirë,
keni me pas shpëtim tek Allah subhanahu wa taala. Ka shpërlom kohën pak për pyetje përgjigje inshallah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpërblet.